Nga festa në tragjedi, qështu me përshkru një ngjarje që ka ndodhur në qytetin e Liverpoolit, derisa ishte duke mbajtur parada e festës së tifozëve të Liverpoolit që janë shpallur kampion, një person është futur në turm me vetur dhe ka shkelur persona të shumt gjatë festës. Siç raporton BBC, ajo ka ndodhur mbrëm rreth orës 18 dhe mbi 50 persona janë të lënduar. Fati mirë është që nuk ka të vdekur nga ky incident. Përndryshe prej lajmeve tjera që janë të vërtetuara, bëhet fjalë që një burr britanik 53 vjeçar, shtetas britanik dhe banor i zonës së Liverpoolit, pra është arrestuar nga policia e Merseyside pas incidentit që ka ndodhur pranë paradën e fitores së ekipit të Liverpoolit. Është e çuditshme, ende nuk është dhënë ndonjë konfirmim a është personi në fjalë i semur apo ka ndonjë tjetër problem me të, por gjithsesi është një prej lajmeve që ka qenë kryesori në fakt sa i përket sportit dhe jo vetëm në mediumet britanike, por edhe në botë. Disa prej gjanave që po flitet ka mundur të jetë edhe fans i skuadrës së Evertonit, një skuadrë që është rivale me ekipin e Liverpoolit, pra në shtetin e Liverpoolit, por këto nuk janë lajme të konfirmuar, megjithatë në rrjetet sociale X ka disa shkrime të cilat e thonë një gjë të tillë. Fatkeqësisht gjatë këtij incidenti ka pasur të lënduar edhe fëmijë, raportohet pra diku kanë qenë edhe 5 fëmijë cilët janë lënduar nga ky gjest i këtij burri britanik që është kryelajmi i ditës së sotme. Unë e kom pa vetën, e sigurisht mundeni me pa edhe ju në krejt rrjetet sociale, nuk është që ndodh shpesh, sidomos në Angli, e sidomos kur festohet një titull, sepse siguria është kaq e lartë për një gjë të tillë, por duket që ju ka ikur edhe autoriteteve, është futur në turm edhe ka shkaktuar edhe panik edhe tek tifozët e tjerë, por lajmi kryesor dhe më i mirë është që nuk ka të vdekur nga ky incident.